Po falimentojmë, po na digjen pajisjet dhe po hedhim mallin poshtë. Kështu janë shprehur në protestën e tyre pronarë të bizneseve të ndryshme në fshatin Oficin të vjetër të Bashkisë Patos. Ata pohojnë një zëri në kulmin e indignatës së tyre se prej 3 muajsh ndërprerjet e vazhdueshme të energjisë elektrike po i penalizojnë aktivitetin e tyre tregtar, duke i çuar drejt falimentimit. Jemi 30 familje dhe 11 biznese që furnizojmë nga linjat e naftës dhe pavarësisht se jemi taksapagues të rregullt, jemi në situatën e ndërprerjeve të vazhdueshme të energjisë elektrike. Dyqane mishi, furra buke, markete, lavazho, fabrika vaj janë duke u përballur me stopimin e aktivitetit si dhe humbje të mëdha financiare. Nuk dim ku të ankohemi, thon ata, ndërsa për riparimin e defekteve kanë paguar personalisht, por pavarësisht kësaj, problematika vijon të mbetet e pandryshueshme. Shqetësimi jonë është se neve jemi dënuar nga nafta këtuja, kemi lidhje me naftën dhe nuk na çojnë dritat. U kanë prej aty se s'kan paguar lekët, ne jemi abonent të rregullt, paguajmë lekët, jemi 11 biznese që nuk kemi drita. Na punë naftës, s'kan paguar lekët nafta, na presin edhe aty edhe neve. Prandaj ne duam zgjidhje. Këtu është bërë një linjë para 2-3 vjetësh, ajo linjë u bë për neve bizneset dhe përfundimisht pastaj nuk na furnizonin dot, sepse është quar aparati më i vogël, ku diun se nuk jam specialist i naftës, dhe na çon prapë në nafta. Dhe nafta ne tani nuk kemi drita. Na prin na 1 orë, na 2 orë në ditët. Prej sa ditësh është kjo situatë që ka ndërprerur? Kjo situatë po bën mbi 2 muaj, 3 muaj, sepse nuk e di kjo nafta këtu darka me humbje, sepse e merr një i paft, nuk e merr inxhinieri naftën, e merr një i paft atyja dhe nuk di të dali me humbje pa humbje dhe u prjen dritat se kanë lek për dritat. Ose i vjedhin, ku diun se ç'a bëjnë. Neve ka ditë them që ne s'kemi drita, neve biznesi. Për çfarë arsye? Kemi investuar, ja të kanë panelet, i shikonin me panele me të gjitha për bizneset tona, edhe drita nuk kemi. Se si të bëhet zgjidhja nuk e di, një pjesë e madhe e klientëve të tu ikun në fier të elektriku. Kam prej 2 muajsh kam probleme. Kam vajtë te drejtori me shpërgjigjur mirë. Vjen puna, elektriku nuk më përgjigjet. Marr në telefon te elektriku, më thonë që nuk kemi zgjidhje, s'keni ç'a të bëni. Bëni kontratë të re, kaloni me shtetin, shumë gjëra. Para një jave kemi paguar dhe një defekt që është bërë tek gabine naftës, dhe ai defekt prap nuk na ka zgjidhur punë. Kemi një javë rresht na ikin ditë për ditë dritat. Neve si biznese po, kemi paguar, kemi investuar për një cop kabull. Nga sa keni paguar? Nuk e di saktë sa kam paguar, 70.000 lekë kam paguar unë si person. Nuk e di se sa vajti. Po dhe sërish unë e kam brumin të tërë hedh në lum. Një herë në një javë unë hedh brumin e bukës në lum. Më ka ngelur puna në mes. Nuk mbaj dot punën, nuk mbaj dot biznesin. Kam investuar, kam marrë kredi, kam bërë panele, kam bler pajisjet. Pra frigoriferi 3 milionë gjysmë mu dojtë para 3 ditësh. Kam shumë probleme. Sa fshatra furnizohen këtu? Nuk janë fshatra këtu, jemi ne bizneset me këtë lloj. Me bukë nga furri juaj. Janë 5 fshatra. Çojmë edhe bukën patosëri, kanë ndjekur ato dyqanet se nuk u përgjigjemi dot siç duhet. Erdha për të marrë bukë, marrë gjithnjë bukë te furri, edhe nuk ka bukë. Çfarë bëjmë? Ky është shqetësimi im. Ju vetë jeni penalizuar? Jo. Unë jam në një fshat te më tutje, po këtu vi marr bukë. Jam klient këtu te furri bukës edhe. Ty merr mishin ato, ne çoj gjërat tojnë aty ndis një orë, ndisnë atë, erdhën e paguam edhe lek të prish kabulli aty, paguam terna 70.000 lekë. 1 medveda, rrim në patrita. Ka ardhur edhe shtata. Ka nikur ata pra tash po brenda të gjë gjeneratora ndejnë që të punoj aty te dyqani që të çojë mishin, se i po shkrinë gjithë ta hedhin poshtë atë. Se i po ndejnë edhe 3-4 orë tjera i prish. Një apel që keni për institucionet. Çka kemi ne? Fajin e ka ai, hamen e këto, çka ka ai tjetri aty. Atë atje presin aty që s'paguan, ne tjerë i pagojmë lek. Kurse të kalojmë 1 muaj ai vin këtu, ja thotë ai ik paguaj lek, do t'i presim dritat atë. I më shtyllë, neve i pagojmë terrat. Ai ka 4 muaj, 5 muaj atje në atë ç'a bën ai, hamen e tjerë atje. Ai ka kapën e tij, ja presi aty, ne tjetër shproj e kemi atë terr. Mishi u prishi gjithë terra. Unë jam në biznes edhe, po s'punova unë e kam me qirate. Do paguaj lek, do lekta. S'do t'ja di ai se keja pas ke drita. Kjo pun ka dava 1 muaj. Jo s'ka paguar lek, jo ka defekt. Ç'pun ka mu? Po ju për defektin keni investuar vetë? Po qysha unë punoj aty qysha, unë pos punova s'mar lek, qa? Aktiviteti jo normal i këtyre bizneseve ka penalizuar jo vetëm banorët e zonës, por edhe të fshatrave përreth. Ata apelojnë një zëri për zgjidhje të shpejtë ose shkëputje nga linjat e naftës, ndërkohë burime nga kompania Alpetrol bëjnë të ditur se ndërprerjet kanë ndodhur për shkak të proceseve teknologjike
që vetë kompania kryen, ndërsa mohojnë faktin se ndërprerjet janë të shpeshta. Po, sipas të njëjtave burime, Alpetrol është në tratativa me operatorin e shpërndarjes së energjisë elektrike për të gjetur një zgjidhje përfundimtare për banorët e zonës që furnizojnë nga linjat e naftës.